Gjykata posaçme në seancën e kësaj të martë pezulloi afatet e paraburgimit për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Avokati Plaren Dreca i quajti një vendim antikushtetues, duke nënvizuar se praktika do të ndiqet në gjykatën e lartë dhe në gjykatën kushtetuese, të cilat duhet të japin vlerësimin e tyre bazuar në kushtetut. Vetë kryebashkiaku nuk ishte i pranishëm në këtë seancë, pasi refuzon të qëndrojë në kafazin e Qelqit. Duhet vlerësohej bazuar në kushtetu. Pasojat e këtyre lloj vendimeve që tashmë janë krijuar si precedent në dinjin time është edhe një gjyqtar i gjykatës apelit të posaçëm që e ka quar në gjykatë kushtetuese pikërisht këtë proces, pikërisht këtë precedent, dhe ne do vijojmë kërkesat tona deri kur gjykatë kushtetuese të marrim atë që na takon, siç kemi bërë në vijim dhe siç ka rezultuar që kemi pasur drejt sa herë ne kemi ngritur pretendimet që kanë lidhje me respektimin e standardit kushtetues. Më herët në seancë, gjykata posaçme rrezoi dhe kërkesën e Ajola Xoxës, e cila përmes një shkresë kërkoi nga Tokat e Zeza pezullimin me 63 ditë të shqyrtimit gjyqësor. Ka qenë pala mbrojtëse e Xoxës, që ka paraqitur kërkesën e saj përpara Tokave të Zeza. Xoxa argumenton se nuk mund të ushtrojë në mënyrë efektive të drejtën e mbrojtjes dhe ndaj kërkon shtyrjen e procesit deri në përfundimin e lejes së lindjes. Por SPA ka kundërshtuar kërkesën. Prokurori Altin Dumani tha se ligji parashikon shtyrjen e seancës, por jo pezullimin e gjykimit për shkak të lejes së lindjes. Ndër të tjerë, Dumani tha se gjykimi ka nisur që në muajin shtator, por Xoxa asnjëherë nuk është paraqitur në seancë, duke shtuar se nëse gjykata posaçme e konsideron të domosdoshme praninë e saj në gjyq, atëherë çështja ndaj saj të ndahet veçmas nga ajo bashkëshortit Erion Veliaj. Pasi u tërhoq për vendim, gjykata rrezoi kërkesën për pezullimin e gjykimit me 2 muaj dhe vendosi të shtyjë seancën e kësaj të martë, me arsyetimin se duhet të jap Xoxës mundësinë për të qenë e pranishme në proces. Sipas trupit gjykues, raporti lindjes nuk përbën raport pa aftësie për punë, ndaj nuk ekziston baza ligjore për pezullimin e gjykimit. Seanca radhës u vendos të zhvillohet në datën 21 korrik.